të Belinda se u zgjata shumë. Zgjerimi i pushtetit Belinda Ballukut brenda Partisë Socialiste ka lënë të pakënaqur shumë element. Pse? Shumë grupacione, shumë influencer, shumë njerëz që kërkojnë të krijonin nëpërmjet pushtetit, që kishin investuar në zgjedhje të ta kthenin në pushtet financiar. Aktualisht Belinda Balluku e dim sa ministri kontrollon, e dim sa drejtori kontrollon. Pra unë do t'ja vetëm një argument. Për shembull ky për Kreshnik Bajraktari, që u emërua, erdhi kështu një emërim fluturim shumë i shpejt, sepse Belinda nuk pranoi të emëronte një njerëz besuar të Blendi Gonxhës. Dhe lufta brenda kampit është aq e fortë për pushtet sa me marrjen pa ndehur të Belinda Ballukut, shishet e shampanjës do hapen edhe më fort se u hapën këtë herë. Denis, si e shikon këtë punën e Ballukut, sepse ka shumë konfuzion në fakt. Shumë e paqartë është, nuk kemi dokumente mbi të cilët mund të... Paqartësia është lajmi kryesor në këtë rast dhe besoj që paqartësim mund zbulohet nesër, nëse zonja Balluku do të shkojë apo jo. Mos nesër javën tjetër Denis, ta marrim me forcë pastaj. Nuk besoj që do pranojë të shkojë me forcë. Të shohim, deri tani nuk ka ndonjë njoftim që zonja Balluku është jashtë Shqipërisë, kështu që besoj nesër, nëse e kanë thirrur për nesër, duhet të shkojë. Nesër do zbulohet, po. Nesër do zbulohet. Kështu që e para, e dyta nuk dim për cilën çështje. Pra, këtu kemi thjesht një informacion që dha Lala para ca ditësh dhe pastaj kemi vetëm atë që deklaratën e Ramës që drejtësia bën punën e vet, ne kemi punën tonë. Po. Pra këto janë dy elemente që ka. Pastaj jemi në rafshin e spekulimeve. Kështu që ajo që thua ti është sakt, pra është paqartësi që çfarë ka dhe pse kësa radhe Spaku kur pyet thotë s'ka asgjë për të thënë. Atëherë kur Spaku s'ka asgjë për të thënë, çka kemi ne për të thënë? Që jemi shumë larg çështjes. Por padyshim politikisht nëse do ta shohim, se kjo është mbetë për të parë, padyshim është nëse do kishte një akuzë të fortë penale, do ishte një goditje e madhe për mazhorancën. Kjo s'ka dyshim, më kupton? Çfarë goditje e madhe? Më e madhe se me Veliajin? Po, shiko, Veliaj ishte pushteti lokal. Këtu kemi pushtetin qendror dhe supozojmë, nëse do ketë një akuzë, është rasti i parë që goditet dikush ose hetohet dikush që është në detyrë. Pra dallon nga rasti Ahmetaj. Ahmetaj nuk ishte në detyrë. Ai Sajmir Tahiri nuk ishte në detyrë. Pra, ky është dallimi. Prandaj po them që është diçka jo e lehtë për mazhorancën. Prandaj them duhet presim nesër ta shohim çka ka. Do ketë akuza të tjershme dhe sikur nëse do ta marrin do t'i thonë që jeni në hetim, përpara se ta bëjnë nga personin në hetim të pandehur, të sigurojnë që Edi Rama do ta shkarkojë, që mos shkojë e pandehur si zëvendës kryeministër apo. Do ta shohim për këtë, Do të jap një lajm për me qenë në këtë moment. Unë di, do të thënë, për këtë kam informacion dhe do ta shpreh një lloj sigurie për atë që kam. Unë di them të gjë që Belinda Ballukut do t'i komunikohet akuza para se Altin Domani të lëri detyrën. Këtë e kam një lloj bindje, kam një lloj para dhjetorit. Do shkoj me avokat, thonë. Komunikimi i akuzës mund ta bëjnë dhe nesër ata. Kjo që do shkoj me avokat, çfarë do thotë? Nëse ti shkon me avokat, 99.99% komunikohet akuza si e personin në hetim. Që do thotë? Që do thotë domethënë që ndaj teje ka regjistrohet një procedim penal me numër. Ka pasoja kjo për këtë si zyrtare, po themi, a duhet ketë pasoja juridike, dorëheqje, shkarkim, që varet nga vepra pra. Nëse është një vepër e lehtë, nuk besoj se ka është nevojshme. Po. Me të pandehurin ka një diferencë shumë të madhe, se në hetim mund të jetë gjysmë e Shqipërisë. Po, do ta bëj si pandehu ku ti që ta çoj deri në fund Leonardo dhe vazhdo ti. Se mesazhi i Ramës kishte dy momente. E para që ne bëjmë punën tonë, drejtësia bën punën e vet, dhe pjesa tjetër, derisa të shpallet i fajshëm, çdo njeri ka drejtën të jetë që lat kuptohet që nëse është vetëm në kuadër të hetimit, ajo do vazhdojë detyrën. Kjo ishte. Do të jap përcaktimin më konkret. Un kam një bindje të plot, sipas indicjeve dhe informacioneve që kam, që Belinda Ballukut do t'i prehet fleta e arrestit para se Dumani të lëri detyrën. Okej, tani e rregullove. Që do thotë në dhjetor, deri në dhjetor. Deri në 16 dhjetor. Do prehet urdhër arresti, mendoj që para se Dumani të lëri detyrën. Këtë kam një lloj bindje dhe nga informacionet dhe indicjet që marr nëpër kontaktet që vijnë nga SPAK, sepse shikoj një lloj vendosmërie të Dritan Premçit për ta çuar të çështën deri në fund, sepse është Dritan Premçi
prokurori që ka parë torturë psikologjike nga presionet dhe familja e tij, nga presionet e shumta që janë bërë nga njerëz të Belinda Ballukut. Në fillim i kanë ofruar diet çfarë ofrojnë pazarit, e ka refuzuar dhe ky njeri ka ngrënë presion dhe sot e ka kaluar këtë fazë. Dhe Dritan Premçi sot e ka fituar betejën e Ballukut dhe unë mendoj që do ta çoj deri në fund çështjen dhe jam i bindur që do i presë urdhër arrestin para se Dumani të lëri detyrën. Avokat. Tani, kjo që thot Almeri mund të jetë edhe më shumë dëshirë, se flet arresti nuk pritet dot se ajo është deputete dhe duhet ta çosh një herë në parlament për të hequr imunitetin. Po, të gjitha këto hallkat unë besoj që do ndiqen para se Dumani të lëri detyrën. Imunitetin dhe pastaj për t'i prerë flet arresti. Dhe për të shkuar deri ajo fazë duhen shumë për të kaluar. E para. E dyta edhe unë e besoj këtë ide, domethënë që mund të ketë pas presion, sepse jo një prokuror i spaku, por dhe një prokuror i thjesht që ka një çështje shumë herë më të thjeshtë në këtu në Shqipëri mundojnë të gjejnë anën. Po. Jo më presionin e më thashë, ai për të ku bëhet fjalë për politikë. Ajo për të cilën unë nuk jam një skeptik i madh në raport me ngarkesën penale ose jo të zonjës Balluku, qëndron në faktin që frika ime është që këtu zonja Balluku do shkojë në SPAK ose para drejtësisë për një vepër penale shumë të lehtë. Dhe ajo vepër penale pasaj do kamufloj të gjithë gjëmën mediatike, po them mediatike, që është thënë për zonjën Balluku, e cila mund të jetë 99 ose 100% e qartë, e sigurt, asë sekundu mund mos ketë. Për shembull, raste konkret. Unë nuk e di se si SPAK-u mbyll syt, në qoftë se i ka mbyllur syt, se nuk e di, por deri tani u di që i ka mbyllur syt për 2 anijet në Vlorë. Ta thash herën e kaluar, janë 90.000 pranoj që ka hetim për këtë. Ka 94.000 euro në hetim. Jo në hetim, janë në ditë që i paguajmë ne. Ato 2 anijet në Vlorë, gjithsej nga 2020 kur erdhën, kanë bërë 63.700 megavatorë energji elektrike. Këtë 63.700 megavatorë energji elektrike Shqipëria i harxhon në një ditë. Dakor. E kupton se për çfarë vjedhje galopante është kjo këtu, domethënë e para dhe nuk hetohet, është me firmën e zonjës Balluku, kjo gjë këtu. 2, llogaraja. Në qoftë se ne flasim dhe ecim ides që ajo po hetohet për tenderin e mbikëqyrjes 2 milion euro dhe harrohen 50 milion eurot. Nga Gjoka Konstruksion te kompania turke, atëherë këtu ka një gjë shumë të madhe zotëri nderuar. Në qoftë se ne flasim që Beçet Pacollit po i bëhet një padrejtësi e madhe, ku në mes po futet dhe interesat amerikane. Mos harrojmë që këto e ka firmosur Belinda Balluku, këtë raportin e Vlorës. Dhe jo më larg se sa para pak ditësh doli shkresa e tij. Limionin. Limioni po ashtu. Ke fotovoltaikët, është mbushur Firi Vlora, domethënë me të gjithë këto, jo se s'duheshin bërë, po mënyra se si janë dhënë, janë në mënyrë totalisht kundralishme. Apo me një terren të lapsit 180 milion euro, një gjë e vockël fare, për rritjen e energjisë elektrike. Pra ti e merr energjinë elektrike, ato tenderet e energjisë elektrike, me 3 lek dhe ndërkohë shkon e blinje në bursë me 4 lek. Ti kishe 3, pse çon 4 atje. Pra me një terren të lapsit 180 milion euro. Pra janë shumë çështje për të cilat në qoftë se realisht Belinda Balluku do duhet të merret në hetim nga SPAK-u, pra ajo për të cilën ne kemi folur për Jon Velien do na duket lule. Ta dëgjojmë pak zotin Berisha, regjia. Jam këtu për të denuar me forcën më të madhe ndërhyrjen brutale të Edi Rams, pranë prokurorit që ka dosjen e Lubi Ballukut, telefonatën kërcënuese që i ka bërë atij. Unë ju them ju me garanci dhe me siguri të plot që është kërcënuar, por Edi Rama këtë as nuk e pranon dot, por është i regjistruar ama. Altin Dumani është një nga ata që i ka thënë pak a shumë, po e perifrazoj, mendo për kokën tënde, po mos hyn atë punë midis tyre, se nuk më se ai Altinit është më pak, po Altini kërcënimi i Ramës është shumë më tepër. Almer, mendo për kokën tënde, është i regjistruar Rama për telefonatën që i ka bërë prokurorit çështjes. Shiko, unë di version, nuk di këtë version që di zoti Berisha. Unë di versionin tjetër që Ulsi Manja ka shkuar e ka takuar nga afër atë, Dritan Premçin,
për një shkak të njohjes së vjetër që kanë, dhe aty i ka dhënë në telefon Edi Ramën, Ulsi Manja, dhe Edi Rama ka folur me të, ka biseduar dhe i ka thënë çfarë ka në dosjen e Belinda Ballukut. Dhe i ka thënë çfarë i duke hetuar, pse duke marrë të pandehur Ballukun, çfarë po ndodh me dosjen, pra diçka kjo është ajo tematika. Dhe dritar Premçi ka thënë që janë ato fakte që dihen publikisht, janë ato fakte që edhe ti di mirë. Pra i ka thënë. Dhe Rama nga ana tjetër i ka thënë që i ka kërkuar. Tani vetëm ndërhyj pak, se bukur nga aspekti gazetares kjo që thua. Pra në këtë bisedë është Ulsiu, është prokurori, është dhe Rama. Tani ose e ke marrë këtë informacion nga Ulsiu, ose e ke marrë nga prokurori çështë, ose e ke marrë nga kryeministri. Nuk ta them. Është regjistruar, nuk ta them. Më duket shumë e bukur si fabul, por është pak e pabesueshme. Gjasa më të mirë që i ka marrë nga Edi Rama. Po, dakord. Ulsi Manjës, përgënjeshtroje këtë që po them unë. Dakord, po tani le të Ulsi Manjës dalë ta përgënjeshtrojë dhe thotë që Almeri gënjen. Le të dalim ta përgënjeshtrojë. Po kjo e nxjerr spakun jo më mash të Edi Ramës, Tani më fal një minutë. Fakti që madje jo vetëm jo mash, po i tregon, nuk më the pjesën tjetër, më tani ka një gjë. Rama i ka kërkuar zotërisë, të lutem do veprosh pas zgjedhjeve. Kjo është, kuptoni që kjo bisedë o zotëri, kjo bisedë urdhëruar. Kjo është bisedë shumë diskrete. Kupton, është bisedë diskrete që nuk ka, më thonë, din shumë pak njerëz dhe nuk pranon njëri ta thotë publikisht. Unë po ta them publikisht. Ti je merr shumë të lehtë. Ore zotëri, ku qëndron problemi këtu në këtë rast? Që kryeministri telefonon prokurorin. Ku është pavarësia këtu e gjyqësorit? Ku është pavarësia e spakut? Pra, kërcënon prokurorin, më ka marrë në telefon prokurorin Rama. Më kupton, e ka marrë. Fakti që Rama telefonon dhe lidhen prokurorin, që do të detaje, këtu kuptohet që spaku. Po ndërkohë ti ke këtë variantin tjetër ku Ulsi Manja thua ti nuk e di, pyet prokurorin për çfarë bëhet fjalë. Jo Ulsi Manja më pyet Rama. Rama, okay, s'ka rëndësi, po ajo që unë duhet nxjerr është që këtu spak nuk del ashtu siç thot Berisha, nuk del zotri. Leve qeverisë. Në logjik them unë, po. Tani ka një gjë. Unë po t'jap më lër të shprehem dhe të them ato që unë di. Dakor, shumë mirë. Unë desha të dal tani te puna e spakut për komentet për spakun t'jap unë, e bëj unë, e bën Nardi mbrojtësin më të mirë se mua, më në mënyrë profesionale se kush është spaku. Po mos të hym me analizë për spakun. Jo, ti kapesh, më falo edhe ti kapesh me një fabul tek. Dhe kjo pastaj edhe këtë fabulën tek pastaj mundosh domethënë ta përgjithësosh dhe thua spaku. Po mirë, po sikur ky mos ishte Dritan Premçi, po ishte Edvin Kodili. Ose ai Sheu. Do flisi kështu ti? Po si do flisë më? Po s'do flisë fare, sepse ata do i hynin në llap nga kokat e këmbët. Sepse e dihet botërisht. Në 20 prokuror të spakut. Ky prokuror po vepron në mënyrë të pavarur për të goditur Ballukun, duke i shkaktuar kështu një dëm detyrën. Po bën detyrën, dakor. Madje do mendimin tim shumë personal. Që nuk është Rama pas, më këtë po të them. Po mirë, pra, po ti kur thua nuk është Rama pas, i jep ujë të pashtershëm Denisit aty, se thotë do pastaj do të gjë spagun, nuk e kontrollon Rama. Unë nuk jam dakord me narrativën. Për mua s'është vërtet narrativa, po s'po futem këtu në këtë debat. Unë po them ty që spaku ka 20 prokurorë. Secili ka opinionin e vet. Dhe ato 20 prokurorë të sigurojnë domethënë që ka një pjesë e konsiderueshme, i bëjnë flen me fotografinë e Edi Ramës, më zotëri. Flen. Març nga ditët tona i thonë. Nuk është ky rasti me tani personalisht për Dritan Premçi nuk është se kam pasur me ta, që domethënë nuk e njoh si një person që ka personalitet të jashtëzakonshëm. Nuk do ta thosha të njëjtën gjë për Dritan Premçi, sikundër e them për shembull, kam thënë për Lat Marën apo për Adnan Xholin. Nuk e them dot për Dritan Premçi. Por ama në rasti konkret, unë nuk e di sepse zoti Premçi po mundohet mediatikisht me çfarë po flasim që t'i shkoj deri në fund punës tia. Por mos harroni, ta thashë në kaluar, po ta rin them prap. Do mos vim tek ideja që u mbars mali dhe polli 1000. Sepse dhe këtu historia mund vi që Dritan Premçi mund të ketë 101 akuza për t'i ngritur Belinda Ballukut dhe ngre shpërdorimin e detyrës që s'kon fare në burg. Tani e kuptoni se për çfarë po flasim? Fakt se ku e dëgjova si argument. Bëjmë një furtunë në gojë pastaj. Edhe ti pastaj në këtë moment e amniston për gjithçka tjetër.
Si strategji, po thu. Po sigurisht. Okej, dakor. Ndërkohë, Denis, dalim tek një çështje që kam shumë dëshirë ta diskutoj se lidhet me mundësinë e heqjes non grata zotit Berisha. Milorad Dodik, njeriu, le të themi, më anti-amerikan apo më pro-rus, që t'je më korrekt, në Ballkanin Perëndimor, një nga njerëzit, një nga agjentët, le të themi, e Rusisë në Bosnjë-Hercegovinë, i është hequr non grata, çka e para e punës rrëzon atë që non gratat nuk hiqen, dhe e dyta rrëzon urdhrin ekzekutiv të zotit Biden, sepse është nxjerrë non grata dhe shpallur non grata në përmes apo duke u legjitimuar nga urdhri ekzekutiv i presidentit Biden, cilin Trump e shtyllë për një vit. Sa i mundshëm është që ky skenar të mbërri edhe në Shqipëri dhe të, le themi, të çliroj kryetarin e opozitës. Ne kemi thënë më parë, dhe nuk e di pse habitesh, që non grata është një akt administrativ dhe rrëzohet nga një akt tjetër administrativ. Por lajmi Dodik është për momentin them, është një lajm i keq për vetë Berishën. Pra, nëse ata arrin t'ia heqin Dodik, që nuk krahasohet fare me doktorin, imagjino nëse zoti ja heqin Berishës, atëherë është lajm i keq. Kjo është analiza. Pra, unë mendoj që ata nëse do kishin diçka të tillë, do t'ia kishin hequr doktorit që e ka më të lehtë ngarkesën se sa Dodik. Fakti që ja hoqën Dodik ose Dodik ka lobuar më mirë, është dhe kjo. Dhe kjo pjesa tjetër ka lobuar gjë. Pra këtu nuk është një lajm kaq i mirë sa e paraqet. Për momentin është një lajm i keq për Berishën. Pra njeriu më problematik, siç ju thatë, në Ballkan, për Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk është sot non grata. Gjë të thotë, ajo që ka patur Berisha non grata e tij, padyshim është më e lehtë se sa e Dodik, pse s'po hiqet. Dodik ka qenë nga Pesari. Po pra, bashkë me shumë të tjerë. Në princip, një akt administrativ, siç është non grata, hidhet poshtë nga një akt tjetër administrativ. Pra nuk ka nevojë për vendim gjykate. Shumë drejt. Jo, po përmbyset urdhri ekzekutiv i Bidenit. Mi më le të përmbyset, po çfarë ka? Jo, është ky një skenar i mundshëm për Shqipërinë. Të lutem, sa VKM të Berishës ka përmbysur Rama. Madje këta përmbysin VKM të tyre. Edhe po do më pyet. Nëse ndodh ku të ndodhi. Nëse ndodh, çfarë sinjali do të thash? Për momentin është lajm i keq për Berishën. Po përgjithësi politikanë. Jo, po ta them. Po vjen surprizë, befasi e madhe. Unë të thash, reagimi im ka dy pjesë. E para punës, ta kam thënë më parë, nuk është hata që të hiqet non grata Berishës. Ka disa element, mund të jetë lobimi, nuk është ndonjë gjë e madhe, se unë nuk jam nga ata tipa që thonë është e pamundur të hiqet non gratat. E qartë. Unë ta thash në fillim pra. Por për sa kohë Berishës nuk i hiqet non grata, ky lajm i sotëm është lajm i keq, po them. Është një lloj sikur një njeriu të dënuar me burgim të përjetshëm. I hiqet dënimi, ndërkohë një për vjedhje për shembull nuk i hiqet. Atje nuk i hiqet. Pra ky është lajm i keq pra. Prandaj po them, në këtë sens është lajm i keq për doktorin për momentin. Nëse po nga ana tjetër ai mund të thotë nuk është rradha ime se pjesa tjetër bosnjake ka lobuar më shumë. Është vërtet që ka bërë marrëveshje Dodik Denis ka bashkëpunuar, se ky është pak a shumë argumenti me administratën Trump. Po mirë pra, këtë po them pra, e ka pasur lobim më të fuqishëm dhe kur ke lobim të mirë, bën Berisha me sa duket ka ngecur te lobimi. Shikoj çfarë ndodh. Unë kam qenë një nga njerëzit që kam besuar verbërisht, duke pasur dhe informacionet nga brenda Partisë Demokratike, që zoti Berisha do të hiqej non grata. Po për mua, me ato çka pash, me gjithë tentativën fuqi plot që bëri Partia Demokratike për të hequr non gratën e Berishës, në fund fare dështoi. Për mua aktualisht ka dështuar. Po ja pra, ky po thotë kjo është lajm i keq atëherë. Për mua ka dështuar, edhe për mua unë jam i bindur që zoti Berisha nuk do të hiqet ndonjëherë non grata. Po pse? Këtë do ta them, do ta shpjegoj lidhur me Dodik. Okej. Tani, unë e di kush është personi që ka lobuar për Dodik. Njeriu që ka lobuar për Dodik, po ta them në mënyrë ekskluzive, quhet Damir Fazlić. Njeriu që ka lobuar. Damir Fazlić? Po, ka lobuar për heqjen non gratës së Dodik. Jo Rudi Giuliani, se më kujtohet që ishte në Bosnjë. Këtë informacion është një emër që është mjaft i njohur për Partinë Demokratike. Këtë informacion kam unë. Qofse është ky emër, po. Damir Fazlić. Dhe unë di të them këtë gjë që fakti që Dodik është hequr non grata sot ka një arsyetim shumë madhor
lidhur me gjeostrategjinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë rajonin tonë. Amerikanët në një rajon të trazuar siç është Bosnia-Hercegovina, ku ndikimi rus është më i fortë se në Shqipëri, gjithmonë i është dashur një aleat. Dhe ata ka qenë kërkim të një aleat, një kërkim të një shërbëtori. Dhe ata unë mendoj që... Po thua që ata se shohin me Berishën si aleat? Se këto po thua? Në këtë logjikë është, po. Tjetër gjë. Unë them dhe këtë gjë që Amerikanët i kanë hequr nga duart, e kanë hequr rusëve nga duart dhe kanë kthyer ushtarin e tyre Dodik. Para aq sa kohë ata kanë interes për atë. Për ato shërbime që kanë kërkuar Amerikanët. Sepse nuk është hequr një marrëveshje siç e mendojmë ne lehtë që ti je një politikan që s'ka akuzë. Jo, unë besoj që kanë marrë atë një lloj garancie, një marrëveshje që ai do punojë për Amerikanët tani mbrapa. Për këtë arsye Dodik sot është njeriu që Amerikanët do ta përdorin për interesa që i duhet në atë rajon. Kupto çfarë ndodh në Serbi. Vučić është njeriu që po përballet me protesta milionçe njerëz, miliona njerëz dalin atë shesh dhe nuk po bie. Pse? Sepse amerikanët e shikojnë atë aleat dhe partner. Më mirë ky, më mirë një diktator si Vučić, se sa të vinë një pro-rus në atë qeverisje. Dhe ndikimi pro-rus që ka pasur një zgjerim her pas here edhe në Shqipëri, kujtojmë që amerikanët kanë sensibilizuar dhe kanë folur kujdes nga lajmet që kanë propagandë ruse, ruani media në kështu gjërash. Pra kuptohet qartë se sa afër kanë qenë rusët dhe në territorin tonë që ka një popullsi 100% pro-amerikane. Pra ne jemi pro-amerikan. Tani rikthehemi te rasti Berisha. Unë mendoj që zoti Berisha, për mendimin tim, duke qenë një nga njerëzit që kam mbështetur rikthimin e tij në pushtet, unë mendoj që amerikanët nuk e shohin atë alternativë për ta rikthyer në pushtet. Por dal kundër Denisit që thonë që është lajm i keq. Jo. Ata zoti Berisha e kanë pasur partner her pas hershme sepse zoti Berisha lajm i keq që s'po hiqet Berishës së ngrata po them. Por do të se po hiqet Dodik, s'po hiqet Berishës. Zoti Berisha e di shumë mirë që ka qenë aleati dhe do ka hyrë në histori si njeriu që pruri presidentin e parë amerikan në Shqipëri dhe është i pari president i cili është pritur në shtëpi në zyrën ovale të Bashkuara të Amerikës për interesat amerikanëve dhe shqiptarëve të kohës. Por aktualisht zoti Berisha e ka kuptuar dhe duhet ta kuptoj dhe të gjitha që janë pranë tij që zoti Berisha nuk shikohet më si partner, i kanë dhënë dorën, i kanë thënë thank you. Zoti Berisha mendon që ka gjithmonë një dorë të shtrirë për këtë. Unë mendoj që nuk ka dorë shtrirë për këtë. Dhe këtë gjë do të jemi koshient. Por një gjë do e pranoj tjetër. Ata e kanë pranuar disfatën e tyre me Sali Berishën në betejën për Partinë Demokratike. Dhe kanë thënë për sa kohë që ne s'të mundëm dot, ne nuk shohim partner. Po familjen Anmer. Përgjithsisht unë mendoj që edhe për familjen ka të njëjtin fat. Pra nuk mendoj që do ketë një lëvizje politike